Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alayna fanadhil. Thumma ma ba'du. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe gjitha duat tona, përshëndetjet tona, salavatet tona qofshin mbi imamin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi gjithë familjen e tij, mbi gjithë sahabët e tij dhe gjithë robët e Allahut subhanahu wa ta'ala të cilët e ndjekin praktikën e tij, i marrin mësimet e tij. E lutim të madhërishmen Allah subhanahu wa ta'ala që të na jap sukses të vërtetën, ta shohim të vërtet edhe ta pasojmë atë. Dhe e lutim Allahun po ashtu që të kotën na mundsoj ta shohim të kot dhe të largohemi prej saj. Dhe asnjëse të mos bëjë që na ngatrohet e kota me të pavërtetën edhe të devijon. E kota me të vërtetën edhe të devijon. Vllazën një vetën jashtëzakonisht të kënaqur që jem këtu në mesin e ju, pak shoh këto vllazën që se kom pa, ndoshta një kohë gjatë, edhe shoh për aty në fytyra të reja që tash për herë të parë shoh. Edhe elhamdulillah kem barmugzu, edhe duhet me na bëhet gjithë neve që ta ndijmë veten vërtet të qetë, të lirshëm dhe të gëzueshëm kur t'i shohim fytyrat e njëri tjetrit, ku na bën të gëzueshëm fakti që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë mundur në përgjithësi edhe në këtë vend veçantë të takojmë vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të mbledhemi dhe të përkujtojmë diçka çka ka thënë Allahu, të përkujtojmë diçka çka ka thënë pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe çka kanë thënë njerëzit e dijes trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dim se çështja e dijes në fenë e Allah subhanahu wa ta'ala është e rëndësisë primare. Dhe e dim sipas shpjegimeve të dietarëve se çdo herë që në Kur'an në fjalën e Allahut përmendet dituria dhe dietaret, e dim se ajo është për qëllim dituria për fenë e Allahut. Është për qëllim dituria rreth njohjes së Allahut. Dituria rreth njohjes së dispozitave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dispozita e njohjes së Allahut dhe haramit. Dispozita e besimit në Allah dhe njohja e dispozitave që kanë të bëjnë me çështjet e kësaj dhunjaje dhe të ahiretit, deri në besimin e ditën e gjykimit. Kjo është për qëllim dia kur Allah subhanahu wa ta'ala përmend Kur'an. Edhe po ashtu e përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë: Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-'ilm, faman akhadhahu akhadha bi hadhin wafir. Pejgamberi i Allahut nuk kanë lënë trashëgimi dinar e as dirham. Do të thonë pejgamberi i Allahut mbrapa nuk kanë lënë pasuri, por ata kanë lënë trashëgimi diturin. Dhe kush ka marrë dituri, është fjala dituri për fenë e Allahut, alayhi salam. Dhe kush e ka marrë diturin, ai ka marrë një hise të madhe. Hise të madhe të kujt? Të pejgamberit të Allahut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij thotë: Nahnu ma'ashara al-anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. Na pejgamberit të Allahut nuk lëm trashëgimi. Pasuria jonë nuk mbetet trashëgimi me marrën tonë të familjes. Por ajo që mbetet pas neve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sadaka. Do të thotë, nëse diçka kanë lënë për pasurisë së botë të pejgamberit të Allahut, edhe ajo që kanë lënë nuk e marrin trashëgimi familja e tyre. Po ajo mbetet sadaka. Dhe ajo trashëgimi e pejgamberit që është hise për çdo njeri për këtij ummeti është dituria. Dhe
Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin vjullës që përmendën por se pejgamberi Allahut s'kalon trashëgimi as dinar as dirham për kalon diturinë. Dhe thot vlera e dietarit në krahasim me ibadetxhiun është sikurse hana në krahasim me yjet. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend dallimin e dietarit e njerit të dijes për fenë Allahut, dallimin e tij në mes atij i cili bën ibadet. Pa e krahason me hanën, e cila e ka dritë ndryshon, po ju jep dritë edhe tjerëve. Kurse yjet kanë dritë, po drita e yjet nuk arrin tek ne. Dhe kështu do të thonë, dietare me dijen e tina është që kanë ndikon edhe ju jep dobi edhe tjerëve, edhe më ndryshon rrugën edhe tjerëve. Ndërsa ibadetxhiu, ibadeti i tij ndalet vetëm në dobinë e tij, në shumicën e rasteve. Prandaj këto është se pejgamberi sa me ka bërë krahasim. Dhe ajo që deshta me lidh me këtë hyrje të ligjëratës, sepse vendosa që të flasim për një njeri të madh të dijes, për një kolos të dijes, që shtirë se mund të përsëritet në tokë njeriu i tillë të cilit Allah subhanahu wa taala ka dhënë përrit madhe. Ai është dietari shumë i njohur. Por ne edhe për ju, edhe në përgjithësi për gjithë muslimanët, është dietari Ahmed ibn Taymiyah. Allahu mëshiroft. Me xhenetin e Allah subhanahu wa taala shpërblyh me xhenetin Firdaus. Ky është një kolos i vërtet i dijes, ku dija e tij është shfaq qysh ku ka qenë në moshën e familjes. Dhe përmendet se si fëmijë ka filluar të vizitojë mejtepet, vendet ku është marrë dituria. Dhe në Damask rrugës përmendet një tregim ku i është shfaq përpara një jehudi. Edhe është mundur me provoku me disa pyetje. Edhe i është përgjigj aq shpejt, edhe aq sakt, e ka bërë me mahnit. Dhe pastaj çdo herë sa e ka takuar rrugës, atij ja ka dhënë kanisharin për fenë edhe akidën e jehudive. Dhe një argument për kotësinë e tyre dhe për gabimet e tyre. Vazhdimisht, sa e ka takuar, nuk onar pa e thonë 2-3 argumente se vjen të kotën. Derisa përmendet se ai e ka pranuar Islamin. Pra Allah subhanahu wa taala në fëmijëri këtë njeriu e ka veçuar me dituri. Si fëmijë, as ka se me një njohje në argumente, është bërë sebeb që në Islam të hyjë një jehudi. E ma morë, në mosh pak më të rritur, përmendet se ka hi një grup shumë i madh jehudive me sharimet e tij. Ky dietar i madh ka lind në qytetin Harran. Ai qytet sot i bie në Turqi, në pjesën verilinore të Turqisë, në trekashën e kufinit mes Irakut dhe Sirisë. Aty qëndron është qytet mjaft historik, edhe ka mjaft objekte të vjetra, si shtoj tash me vlerë historike dhe kulturore. Në atë qytet ka lind. Në vitin 661 sipas hijretit, apo në vitin 1263 sipas kalendarit gregorian. Dhe më thonë ka lind në pjesën e 2 të shekullit të 13. Dhe ka vdek në vitin 1328, në moshën 65 vjeçare. Dhe në moshën 7 vjeçare, familja e tij shpërngullet
prej atij qyteti në Damask. Dhe shkak i shpërnguljes ka qenë sepse në atë kohë ka qenë invazioni i tatarëve, sulmi i tatarëve mbi vendet e muslimanëve. Edhe është afro atij vendi. Edhe për me qenë më të qetë edhe më larg sprova e familja e tij është shpërngul në Damask. Në vendin ku është i njohur me dije. Dhe duke lexuar këto gjëra edhe disa imtësina tjera rreth jetës së Ibn Taymiyes, rreth kohës ku ka jetuar, gjendja sociale edhe politike që ka qenë në atë kohë ku ka jetuar Sheikhul Islam Ibn Taymiyje, plotësisht mi përkujtoj ngjarjet edhe ndodhit që po ndodhin sot në atë vend. Pra ka jetuar në një kohë kur ka qenë mbushur me trazira. Shumë e ngjashme me kohën e sotit, subhanallah. Damasko, ato vende ka qenë sulmuar prej tatarëve. Dhe më vonë, një pjesë e tatarëve kur ata kanë hyrë në Islam, pastaj vazhdimisht kanë qenë kryengritës. Pastaj vazhdimisht kanë luftuar me pushtetin që ka qenë në atë kohë në Damask. Pastaj kanë qenë kryqëzatat. Pastaj ka pas dyndje të popujve. Dhe me një fjalë, ka jetuar në një vend ku ka qenë udhkryq e ngjarjeve. Por Allahu subhanahu wa taala ja jep dritën e dijes këtij dietar, i cili kur flasin për dijen e tij, siç ka fol dhe nxënësi i tij për nxënësave, i cili ka jetuar me ta një kohë të shkurtë, Omar bin Ali al-Bazar rahimahullah, një dietar i madh, i cili ka shoqëruar në pjesën e fundit të jetës së Ibn Taymiyje. Dhe kë ka shkruar një libër të veçantë për jetën e tij. Dhe përmend, thotë kur flasin për dijen e Ahmed ibn Taymiyes për Kur'anin dhe ajetet e Kur'anit, thotë thuaj se smert e fund fjala e tij. Ishte në gjendje të fliste rreth kuptimeve të ajetit. Pastaj zgjerohej në opinionet edhe thëniet e dietarëve rreth atij ajeti. Pastaj në transmetimet e sahabëve rreth atij ajeti. Pastaj në shkaqet e zbritjes së atij ajeti, me çfarë ngjarje ka zbritur dhe është lidhja e ajetit. Sa që thot, nëse në tubimin, në ndajen me to, përmendej nga dikush një ajet, ai ndalen në shpjegimin e atij ajeti. Dhe zgjasë thot një çerek dite. Kishte kur zgjasë një çerek dite shpjegimi i një ajeti. Dhe gjithë atë shpjegim që e ka pas, Allahu më shëroft, e ka pas nga memoria. Nuk ka pas me veti libra të referenca që të kthehet, por gjitha nga memoria. Sepse fillimisht ai Kur'anin e ka mësuar përmend shifzën e Kur'anit në moshë si fëmijë. Dhe kë e përmend thot se këtij njeriu Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë memorie shumë të veçantë dhe ja ka larguar harresën. Dhe më thonë shumë ka marrë mend edhe pak ka harruar. Dhe ato gjëra që ka marrë mend i ka marrë mend mirë. S'ka pas me harru. Prandaj vëllazër, siç e përmend zasi i tij, një çerek dite ka folur rreth një ajeti, duke i përmend krejt çka ka fjalë sahabëve, fjalë dietarëve të mëvarshëm, shkakun e zbritjes, dobit gjitha këto ajetet, hadithet që kanë duajnë që lidhen me këtë ajet, gjitha nga memoria ati. Pastaj thot, nëse flasin për dijen e tij, për hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë thot, është thonë se çdo hadith që Ibn Taymija nuk e din, ai hadith nuk është i saktë. Sepse të mos flasin për Buhariun, Muslimin, Tirmidhin, këto libra të koleksionit e njohura të haditheve, gjitha i ka pas në memorien e tij. Dhe nëse
e shikojmë në librat e tij, e shohim me sy këtë gradë të detyrisë që ka pas. Flet për çështjen dhe i bën argumentet për to. Ajetet, hadithet. Dhe ndalet në çdo njërin hadith, duke përmend edhe emrin e sahabijut që transmeton. Duke shpjeguar fillimisht tekstin, duke shpjeguar versionet, a ka formë tjetër transmetimi të hadithit në libra të tjera. Duke përmend transmetuesit e tij, se cili është i saktë, cili s'është i saktë. Duke nërë se cilë dietar ka folë për këtë transmetues, cili s'ka folë. Të gjitha nga memoria e tij. Dhe pastaj si që përmend ditoria e tij për akiden, edhe këtë mos flasim. Njëri i cili ka dhënë kontributin më të madh në dijen e akides, sidomos në sqarimin e akideve të devijora. Këto është quhet kontributi i tij. As ka dhënë kontribut madh, as ka bërë përpjekje në sqarimin e besimeve të gabuara, as ka qenë i njoftën për sektet, për grupacionet në Islam, saqë çdo studius, nëse mundohet me studiu, me hollumtu diçka rreth sekte, rreth besimeve të ndryshme, pa mundur e ka me reviz, pa u kthy në librat e Ibn Taymijes. Ai që ka qenë i njoftën për sektet, saqë është përmend, edhe vetë sektet ja përmendin, se i ka ditë ato më mirë se vetë sektet e veta që i ka ditë ata. Shpesh herë e sharit kanë shku, e kanë pyet se cilat janë parimet tona, çfarë formë përmendet kjo meselë dhe çfarë është reagimi i historisë ndaj tyre. Dhe ai e përmend edhe vetë tekstualisht, ku ka thonë se unë jam ai i cili i njeh ato më mirë se ju vetë. Dhe është pyet pikrisht prej Elbezarit, i nxënësit e tij, çka është arsyeja që i e fokusu më shumë se sa të tjerat në çështjen e akides, edhe në çështjen e sqarimit të besimit të saktë. Edhe natyrisht se përgjigjja e tij ka qenë konform çfarë edhe pritet, se përmenda situata politike çfarë ka qenë në atë kohë. Domethënë kanarat atat me akide, me tradita, me gjitha ato të vetat që kanë pas. Në anën tjetër ka qenë krishterë. Ka pas turk, kurd aty. Edhe secili ka ardhur me diçka pjesë tradit të vendit vet, të popullit vet. Edhe ajo ka bërë që domethënë me u hy atë me u dynt, edhe me u ndesh lloj mendimesh, lloj besimesh. Edhe aty ajo ka bërë të arsyeshme se është lufta e vërtet që duhet me e bë. Dhe prandaj fokusimi i tij në këtë çështje është i pashoqë. Dhe librat e akides që sot shpjegojnë dhe janë të njoftuna të tij, ka prej tyre që vetëm përgjigje ka dhënë. Ka shku dikush nga ndonjë krahin, nga ndonjë vend i veçantë, ka kërku prej tij një sqarim në çështje. Edhe ajo është përgjigj. Ajo njihet si libër sot. Disa libra i ka. Sot libra, ajo ka qenë vetëm një përgjigje, një kohë të shkurt, 1 orë, 2 orë sa ka biseduar me person. Dhe një prej librave të tij më të njoftuna është Akidja Wasitije, e cila shpresojmë se është gati afër botimit me shpjegimin e Sheikhut Thejminit, të cilën libër e kanë përkthy 3 hoxhallar të qendrës, e lutim Allah subhanahu wa taala që të shpërbej për mundin që kanë bërë. Ajo libër sot ka 2 vëllime. Dhe ajo ka shkruar prej ikindis deri në akşam. Akidën Wasitije. Një libër bazik, një libër unik, i pa shembull në sqarimin e
akide së pastët në shërimin e besimit në emrat dhe në cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Një libër që studiuesi e Ahlisunetit, studiuesi akides e Ahlisunetit, smundet të punoj pa thot, smundet të studiojë të volumtoj pa thot. E ka shkruar mes ikindis dhe akshamit. Dhe ata ka shkruar kur një banor i vendit Wasit në Irak, për ata e quajt akide wasitije. Sepse prej Wasitit ka qenë ai që ka shkruar me pyet. Edhe ka kërkuar prej tij që të jap diçka një shkrim që i duhet për vendin e vet të mësoj njerëzit të Wasove. Dhe e ka shkruar. Pastaj shumë libra tjera, siç e dim, i ka shkruar edhe në burg. Ka qenë i sprovuar me burg. Ka qenë i sprovuar nga ana e pushtetit. Sepse pushtetet në atë kohë janë ndikuar prej bidatxive. Ka qenë shumë i ndikuar prej hasetxive, prej armëzve të sunetit, dhe e kanë burgos disa herë. Shumë herë, gjitha nëse i bëhen bashkë, afërsisht 5 vite ka qëndruar në burg. Një pjesë në Kairo, një pjesë në Damask. Dhe një pjesë tjetër i ka shkuar në burg. Pa pas me veti kurrë pas klapsit edhe ndonjë letër. Dhe i kanë verifikuar njerëzit ato libra që i ka shkuar në burg. Duke përmendur referencat e çdo argumenti. E përmend Buhariu në këtë faqe nga ky sahabi, Muslimi, Tirmidhi nga ky sahabi. Pastaj këtë transmetim kështu, gjitha në burg me vete, vetëm lapsin edhe letra. Dhe kur e ndale ka vërtetuar gjitha kanë qenë sakta pas e gabim. Dhe pastaj shembulli i parë me tash të nxënësit i Ibn Qayyimi, i cili ka rënë mas vetes një trashëgimi të madh. Dhe për me treguar genialitetin që kanë pas ky edhe nxënësi i tij, ku përmendet se Ibn Qayyimi pra edhe ky ka qenë afërsisht i tillë dhe e ka shkruar librin Zadul Ma'ad, që sot është një përkthim i më i vështirë që është bërë 6 vëllime. E ka shkruar rrugës, ka shkon në haxh. Libër i cili është një thesar i dobive për ditë. Po gjithë e ka shkruar nga mendja e tij. Kur është ndalë po shkruaj ka shkruar, duke shkuar në haxh. Dhe këtu do të thonë, këta njerëz e kanë kuptuar realisht vlerën e ditorisë. E kanë kuptuar se sot do të thonë trashëgimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë kuptuar se kjo është trashëgimia vetëm e pejgamberëve të Allahut. Dhe kur gjë tjetër. E sa i përket çështjes së akides, siç thash pra, shumë libra të tij ka shkruar për një pjesë të ditës ose për një përgjigje. Dhe sot janë ato libra të cilat studiohen. Sot janë libra që studiuesit marrin titull shkencor në redaktimin e tyre. Dhe një numër i madh librave në kohase kanë pas redaktimi i tyre është bën duke marrë autorit titull doktorature ose titull magjistrature. Në redaktimin e librave që i ka lënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Nëse flasim për fetfatet i ato që kanë arrit me umbler sot që janë 20 vëllime. Dhe shpesh herë në fetfatet i përmendet thot kas mjaftoj letra. E ka pyet dikush diçka po s'ka pas më shumë letër. Edhe sa ka mjaftuar çaj letër ka dhënë përgjigjen dhe ka shkruar. Ose shpesh herë përmend kaç ishin mundësitë. Ose kaç ishte koha. Në fetvat e tij. Prandaj sot kanë dhënë mund të madh dietarët dhe studiuesit e sotit me e vonë në dritë trashëgimin që e kalon ky kolos i madh i dijes. Ky me të vërtet ky rrethatar që pak dikush ka bërë domethënë luftë në aspektin e dijes se çfarë ka bërë. Dhe domethënë në atë kohë trazirave, në atë kohë kur ka pas gjithçka lloj-lloj mendimesh, caktimi i Allah subhanahu wa taala bën që ta çaj këtë dietar me ato kushte të pakta, me atë rreth ku vështirë ka qenë domethënë edhe gjendet e vërteta, megjithatë kur Allah subhanahu wa taala don me ndihmu fenë e tij,
atëherë Allah azza wa jalla i shon edhe sebepet, s'ka kurfar dyshimi. Dhe kur flasim pastaj për modestinë e tij, Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, Allahu mëshiroft, thotë se ka qenë i afërt me të gjitha kategoritë e njerëzve. Me të dobtit, me të fuqishmit, me të varfrit, me të pasurit. Vetëm se thotë qëndrimi i tij ka qenë pak më i veçantë me të varfrit. Ka qëndruar më afër tyre, ka pasur më konsiderat. Dhe pamja e tij dhe veshja e tij thotë ka qenë mesatare. Nuk ka qenë një pamje e tij, një dukje e tij e cila të tërheqë synin në asnjë aspekt, në asnjë ekstrem. As për nga luksi, nga bukuria e madhe e rroba që me tërheqë synin, po as nga më të thjeshtat që pashtu nga vjetërsia ose nga e keqja të tërheqën synin, po ka qenë mesatare. Dhe përmendet se në fund të jetës e tij ka thënë, i kam falë të gjithë. Të gjithëve, të gjithë armiqve, të gjithë atyre që më kanë armiqsu, ua kam bo halal. Edhe atyre të cilët më kanë burgos. Përveç një grupit njerëzve. Atyre të cilët e kanë ditë se jam në hak dhe pastaj akoma kanë luftë. Këta i përmend se nuk i ka falë. Ndërsa thotë tjerët, të gjithë, kush më ka armiqsu, kush më ka bërë të keq ose çfarë do të jetë, e kam falë dhe ja kam bërë halal. Dhe do të thonë, si të mos jetë kështu, kur ky dietar i ka studiuar në hollësi emrat e cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. E ka studiuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa shpesh përmendet prej nxënësve të tij se çfarë konsiderate dhe se çfarë dashurie ka pas në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund jetës së tij i ka përmendur këto fjalë. Duke ditë prasën e Khajberit dhe pejgamberi sa duke dashur me ngron, i vjen shpallja dhe ndalohet nga ajo. Por thot Enes radiallahu anhu, vazhdimisht i kanë vrejt gjurmët e helmit që ja kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mish. Pra përmendet se Allahu alem se çfarë helmi ka qenë, vetëm se i ka lënë gjurmë dikon në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo në trupin e tij ka ndryshuar teni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot vazhdimisht i kanë vrejt gjurmët. Dhe megjithatë thot, kur e kanë arrestuar gruan, edhe e ka pranuar direkt me njëherë, e ka pranuar fajin, i ka thonë rejtë dërguar edhe ata të vrasim, ka thonë ja. Dhe e ka falë. Dhe Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka pas armiq shumë, si thirrës imam, e që dihet dhe me thonë rruga e thirrës, rruga në Allah subhanahu wa taala. Është rrugë e veçantë e mbushur me armiq. Veç aty janë të koncentruar armiqt. Lufta me njerëzve të kotës, me besimet e kota, aty është arena me armiqt. Që ndoshta e pak është lufta me armë dhe njerëz të tjerë, çfarë është ajo. Dhe megjithatë, ka thonë gjithë i kanë falë. Veç atyre që e kanë ditë se unë e kam mirë dhe jam në hak, edhe kanë vazhduar ato. Prandaj, kjo fjalë e tij na jap mësim edhe lidhet me rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku rastin e pejgamberit sa ka dhënë me helmin. Dhe dietarët çdo herë kur nxisin për me fal njëri tjetrin muslimani robi i Allahut, e përmendin këtë. Po atë ka helmuar, që s'ka falë se që s'ka harron tjetri. Pejgamberi sa ka tentuar me helmu dhe ka lënë gjurmë sa ka qenë gjallë, megjithatë e ka falë. Edhe plus ka qenë gruaja jehudie. Prandaj muslimani inshallah s'ka rrinë në grasa që me helmu ose me tentuar me helmu që mos më ia fal. Dhe urësia e kësaj është falës, sepse nëse si harrohet ajo, atëherë vështirë është me u largu barierat mes robëve të Allahut. Vështirë është me realizu ajo porosia e pejgamberit sa që ka thonë kunu ibadallah ikhwana. Bëheni rob të Allahut, vëllezër mes veti.
ose hadithe tjera besimtarë për besimtarë është ndërtesa, që pjesë të ndërtesës lidhen njëra me tjetrën. Dhe nëse s'harrohen edhe s'falen njëra tjetri, s'mundet ajo më realizu. Prandaj Shekhu Islami Ibn Taymija, Allah më shiroft për gjithë kontributin, mundin edhe gjihadin e tij që e ka bën rrugën e Allahut subhanahu wa taala, e ka përfundu me këto fjalë. Do të gjithë i kanë falë, përveç atyre të cilët e kanë ditë se jam në hak dhe e kanë vazhdu dhe me thonë armitsin. E përmendëm edhe fjalët mos harrojt i përmendin të shumë shkruesve sot se janë marrë me jetën e tij, të cilët e përshkruajnë pra se nëse ka shkru ose ka ligjëru ose ka fol rreth tefsirit, atëherë shihet se s'ka mund do të del përpara askush. Nëse ka fol për hadithin, ashtu për hadithin. Nëse ka fol për akidin, ashtu për akidin. Nëse ka fol për fikun, ashtu për fikun. Dhe fokusimi i tij veçantë ka qenë në akide dhe është përmend se vetë pse. Citata në atë kohë, në atë vend e ka kërkuar asaj. Dhe e ka përmend, ka thonë: "Wallahi ehli bidati, pasues të bidatit edhe pasues të jepshef, të luftën më të madhe po e bojnë këto. Duke tentuar pra që njerëzit të rënojnë besimin e drejtë. Pastaj nëse njerëzit i rënohet temeli edhe baza e besimit, ndërtesa s'mund me qëndru. S'mund qëndroj. Namazi, zakati, sadaka, gjitha dispozitat e tjera s'munden me qëndru në një besim të kotë. Në një besim ku ka shirk. Pastaj si thash, në atë kohë kanë qenë përhapur me të kelimit grupet sektet të cilat i kanë dhënë përparësi mendjes, të cilat janë mundu dispozitat me nxjerr edhe me interpretu me mendje, me një tekste me një fjalë. Edhe sebeb, ajo ka qenë sebeb i devijimit. Dhe devijimet e para nga rruga e ehli sunetit, devijimet e para nga Kurani dhe Suneti ka ndodhur kur ka hyrë gjykimi me mendje. Kur ka filluar literatura greke të përkthehet në arabisht. Edhe kur e kanë marrë filozofia greke. E si as do të gjë vetëm domethënë me logjik. Dhe pastaj kontributi i tij ka pasur, ka thonë ata vetëm këtu janë fokusuar. Edhe për qëndrimin më të madh njerëz e shehën edhe bidate thotë e kanë këtu. Prandaj ata janë ndarë shumë në akide. Sepse kur të rënohet ajo domethënë atë. Dhe fokusimi i tij ka qenë po ashtu mos harrojmë edhe në reagim ndaj të krishterëve dhe jahudive. Dhe ka librin 19 vëllimshe që bën reagime edhe sqarime besimit të krishterëve dhe jahudive. Sepse me këto grupe domethënë ka qenë i ballafaqur. Pastaj në këtë kontekst moram në vesh edhe një fjalë e shehut ton Sheh Abdulrazakut, sepse shehu është i njohur me studimet në literaturën e Sheikhul Islam Ibn Taymija. Sheh Abdulrazaku, Allah e ruajt, djali i Sheikh Abadit. Është një njeri i cili ka përfituar shumë, e cili ka studiuar shumë librat e tij. Dhe pasi është i njohur e pyet një nxës, thotë a ka mundësi me na dhënë ndonjë preferencë e jotja se për cilën libër të Ibn Taymijës ki preferenca më shumë ose dashuri më shumë. Atëherë thotë valla, thotë kush jemi na? Thotë me ndalë me ditë se sa libri i Ibn Taymijës është më i vlefshëm dhe më i mirë se tjetra. Këtë do të thonë
edhe kjo është një mësim në këtë konsiderata që të dhe pasë dhe njëzve të dijes. Sepse kur kanë shku e sharit me provoku edhe me mundu me nxjerrë diçka prej vetëmies, i ka thonë ka prej selefëve edhe ka prej sahabëve të cilët i kanë interpretu sifatet e Allahut. Nuk i kanë marrë ashtu siç kanë zbrit. Ka thonë vallahi i kam lexu më tepër se 100 tefsire të sahabëve. Dhe në as të njërin s'kam gjetë se dikush prej sahabëve i ka interpretuar dhe i ka shtrëmu kuptimin e cilësive të Allahut. Tha i kam lexu më tepër se 100 tefsire. Se do më thonë çfarë hulumtimi të gjarë ja ka bo shariatet e Allahut. Çfarë hulumtimi të gjarë 100 tefsire. Dhe s'kam hasë ndikon që ka përmend vetëm një i cili i ka shtremu kuptimet e cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe duke marrë këtë fjalë parasysh ti, Sheikh Abdulrazak thotë kush jena na? Me vlerësu librat se cili është më i mirë, cili është më i preferuar i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Dhe prandaj edhe kjo është një mesazh që me pas konsiderat dhe këtore njerëzve. Sepse Sheikhul Thaymini Allah më shiroft kur fol për Ibn Hajarin edhe Imam Nawawi, u ashtu dy kolas, dy imam të mëdhej të dijes. Megjithse përpos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çdo njeri gabon dhe ja çon. Edhe këta të gjithë kanë pas gabime dhe kanë pas çime. Ehli suneti kështu e ka besimin. Vetëm dërvisht edhe shiat imam të tyre i konsiderojnë të gabon. Pa gabon. Ata kanë gradën e pejgamberit, kurse ehli suneti jo. Dhe kanë pas gabime. Dhe kanë pas lëshime. Po ata i kanë pas nga ijtihadi. Nga përpjekja me qëllu hakut. Edhe dikun si ja kanë qëllu. Por si shos Sheikhul Thaymini, për shkak të 1000 suneteve që i ka pas një dietar, atë flitet edhe të fyet pse ka bën një gabim. Pastaj Sheikhu thotë që i ka pasojat e mëdha, sepse ai njeri është bardh si shariati. Dhe nëse fillohet me u fyer me bë gisht kaj, njerëzit kanë dyshime dhe edhe nuk ja marrin hajrin që e ka. Prandaj ata që vërtet ja din vlerën dietarëve e vejna këtë konsiderat edhe këtë respekt. Sheikh Abdulrazak me modestin më të madhe thot kush jemi na? Dhe Sheikh Abdulrazak ka qenë njohur shpesh herë nasa kemi qenë në Medinë, e ka përfundu dersën edhe ka shku. Pyetja nuk ka pranë. Ose shpesh herë kur ka dhënë dikush me pyet, ajo që kemi një kur është përgjigj mikrofon ka thonë, na frikohemi prej pyetjeve. Edhe ka shku. Dhe s'kem dyshim. Është një dietarëve. Ka lënë një thesar, ka bën një thesar të madh të librave dhe të shkrimeve të tij. Edhe Allah subhanahu wa taala ka dhënë daracet. Dhe me këtë fjalë të Sheikh Abdulrazakut edhe poshtë të Sheikhut Thayminit mbi gjitha, pra dashur vllazën me tërheq vërejtjen, me pas kujdes tek dietarët. Nuk mundem ne me vlerësu. Wallahi, do të thonë, është një dukuri që po ndëgjojmë me vesh, nuk është me vend. Nuk është me vend as fillestar. Me thonë se filën djetarit për këto mesele i merret fjala, për këto si merret fjala. As nuk është nxënës i dijes, as nuk është hoxh, as për vete, ala Kur'an nuk din me lexu. Dhe si që ka thonë Sheikhul Thaymini, në këtë grad vjen njerë veç kur fillon me hi dyshimet të njerëzit. Kur hin me hi dyshimet, ai thotë ti merret fjala, këtu s'ti si merret fjala. Dhe kujt po klasifikohen dietarët? Ky është një guxim shumë i madh. Dhe ky guxim
s'ka dyshim se te person ka defekte të mëdha që ka ky guxim kështu. Ja se s'po din se çfarë po bën. E gjitha ato domethënë dyshimet e kanë bërë që me si në atë gradë. Dyshimet kanë bërë. Wallahi dietarët se të cili edhe nëse janë akran të afërt nga mosha, si nëse hasin libra, si në kohën e sotit, por njërën tjetër në flasin sikur sa ime që janë dietarë për ta. Edhe thojnë heshni, nëse ka prej atyre të cilët kanë vdekët, Allah e më shiroft, kanë shku atje dhe ndalen me kaq. Por vllazën dietarë të cilët njihen sot me njohjet e sunetit pejgamberit, dietarë që tash afërsisht mund më nënu se i kanë 70 vite stazh ndavet edhe në sharin të sunetit pejgamberit sa. Edhe prej Kosovës në zgatë të zonës se i merret fjala dhe se i merret fjala për këto, nuk e di sa do në koment, po është pak për të prek, sepse ky guzim ka që i madh, nuk e di dhe më thonë ku ka me shku ma shumë. Nuk mund të vlerësohet, nuk mund t'i thuhet një personi i cili njeh hadithin, e ka studiu hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka verifikime të haditheve, t'i thuhet për këtë meselë nuk i merret fjalë. Por ai lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i zbut zemrat tona fillimisht ndaj sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj fjalës së Allahut, dhe t'i zbut zemrat tona ndaj muslimanëve në përgjithësi dhe ndaj dietarëve të muslimanëve në veçanti. Sepse siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë hadith e shpjegon vet Sheikh Albani, Allah më shiroft, kur pyetet për gjëra të tilla, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith. Keni kujdes, largoheni nga dyshimet në njëri tjetrin, sepse dyshimi te njëri tjetri është fjala më gënjeshtare. Sepse dyshimi te njëri tjetri është rënë me një fjalë. Të kesh dyshim pa argumente të personit, dije se ajo është rënë. Të ka rrejt mendja jote, ose të ka rrejt epshi jote, ose të ka rrejt paragjikimet e tua. Dhe asaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wala tajassasu wala tahassasu. Pasi e përmend thot, keni kujdes nga dyshimet ndaj njëri tjetrit, dhe thot mos holumtoni për njëri tjetrin. Dhe shehu thot, ka ardhur fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mas fjalës, mas dyshimit, ka ardhur mos holumtoni. Se do të thonë kur njëri dyshon personi ai fillon pastaj me holumtu dhe me këshir, se a është çashtu ai dyshim apo vërtetohet ajo. Edhe derisa të gjejnë diçka në gabim taj nuk ndalet. Apo ke asken mundohet me gjetë situatën, të holumtu as shumë, ja gjon diku s'ka çfarë se ne gabojmë. Edhe kur dëgjon thotë çe vërteti, o vërtetu dyshimi. Prandaj është haram me holumtu te muslimani duke prit se ku është ka bën gabimin. Me nëjtë në prit gabimet muslimanit është haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dhe pastaj thot mos i bani gibet njëri tjetrit. Dhe mos keni zyrita njëri tjetrit. Dhe bëhuni rob të Allahut vëllezër me zveti. Prandaj dyshimin mos muslimanit është shumë i keq. Edhe është haram. Por dyshimi ndaj dietarëve është halo edhe më i rëndë. Akoma edhe më i rëndë. Sepse ty të privon prej marrjes shënjatet që e bata e person. I cili ka prej tyre të cilët po fola ti po klasifikon, 70 vjet i kanë kaluar ndavet. 70 vjet i kanë kaluar në sharin të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë kjo është tamam si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dyshimet. Pastaj ja gjon një arsye si merret fjala se kështu.
Dhe në fund, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na jap sukses. Në bëj për pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të na bëj që ditën e gjykimit të ringjallemi në flamurin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ja, ç'është ngjashëm?